Më duket se është shtëpi dhe nuk e di a mund të hymë dot. Dhe këtu vazhdojmë me shkallët. Është një lloj si të ta merrni me qira, si të përdorni Boltin, pak a shumë me njëta tarifë është. Shumë i bukur për të bërë foto, për çfarëdo lloj rasti, sidomos ju që do martoheni. Blem 1 kg rrush ishte 7 euro. Nuk e di. Ose na e futën neve sepse ishim turista ku janë bërë disa epizode të Game of Thrones. Neve, një gjë që na ka zhgënjur deri tani Malta është ushqimi. Ja prindërit jashtë bashkë. Duhet qyteti heshtru për ndjesive që krijohen. Kemi quar në mision për t'i blerë Batos kovën. Kam harru me marrë ca gjëra. Se nuk e kishim marrë asnjë nga këto gjërat me vete dhe dje ka përdor ato të bebave në plazh. Ta hapim mama. Do ta hapim kur shkojmë te deti? Ja. Ti e zgjodhe këta. Oh! Si po thoni ju, në ratë balkoni i kësaj shtëpisë. Mendova se ishte bar, po më duket se është shtëpi dhe nuk e di a mund të hymë dot. Erdhi babi, erdhi. O zot. Më duket se ka dhe një qenë. Okej, jemi duke pritur Boltin. Bëm një llogari dje me hekrin dhe pak a shumë si të merrni taksi dhe si të merrni makinë me qira ju shkon aty. Ideja është që me makinë me qira do keni vështirësi në disa pjesë për të thuar. Se na erdhi shumë shpejt dhe siç po ju thoja që është një lloj si të ta merrni me qira, si të përdorni Boltin, pak a shumë me njëta tarifë është. Për qira ne kemi informuar në Gozë dhe janë diku tek 50-60 euro në ditë, automatike sepse mekanike manuale këtu është merr. Duke qenë se je në anë të kundërt dhe disa rrugë janë shumë të ngushta, pavarësisht se janë 2 kalimshe. Dhe të duket sikur gjithmonë është duke bërë aksident, është duke të hyrë një në anë të kundërt nga që i mësuar dihet. Dhe pak a shumë ky plazh që po shkojmë është 10 minuta dhe kushton vajtje 10 euro. Nëse jeni grup më i madh, 5 veta, 4 veta, ju konvenon shumë sepse ndaheni mes jush. Ne që jemi 2 veta gjys, le të themi që e marrim për sipër. Jo, dhe Paradise Beach Bay. Atje në fund është Gozo dhe Comino. Edhe këtu vazhdojmë me shkallët. Po më tregonte hekri që sot kishte më pak njerëz edhe poshtë në Melja, në plazhin e Meljës, sepse po thoshte sot është e hënë dhe si duket dje ka pas edhe shumë vendas. Dhe faktikisht edhe te plazhi që ishim dje kishte shumë maltez. Gjuha është shumë e çuditshme, flasin anglisht, italisht, flasin një si tip arabe, nuk e di, nuk kuptojmë shumë gjëra, por fëmijët flisin të gjithë anglisht edhe merreshin vesh me Baton ndërkohë që luante. Por dukeshin që ishin vendas sepse ishin me pjetë me vete, me çadrat me vete, pra ishin të organizuar siç organizohemi dhe ne kur jemi në Shqipëri që shkojmë plazh. Këtë ja mora të Jumbo, 3000 lek. E morëm të paketuar dhe e frym këtu dhe ja vlente, është nga 3 vjeç deri në 5 më duket. por është perfekte për ujë të cekët. Po presim që të marri hekri çadrat këtu te Beach Clubi. Keni disa opsione faktikisht edhe të rini këtu sipër në këtë si pianur ose të rini buzdetit dhe sigurisht ne do rrim buzdetit.
ka pak njerëz, ka shumë pak njerëz, mund të vini dhe me çadrën tuaj, si në çdo plazh tjetër, nuk ka muzikë, është shumë qetë, dëgjohet vetëm deti. Çadra sot kushtonte më shtrenjt, ishte 30 euro dhe nuk të jepnin ujë, sa hepi këto s'na dhan ujë. Dhe besoj që është e tillë sepse është pak shumë private, ka disa opsione ushqimi, ka panine, ka restorant, ka dyqan për blerë gjëra, kishte shumë shërbime, por besoj që është më shumë si plazh privat. Në krahasim me plazhin e dielshëm, edhe pse është zona në fund fare ku mund të qëndroni, pa pasur nevojë për të marrë shezlong këtu, por ndryshe nga dje këtu është shumë qetësi, shumë qetësi. Jo se dje nuk ishte qetësi, por dje kishte më shumë dyndje, por duhet kuptojmë që dje ishte dhe dje. Ja dhe loja që po bën Batolino. Dhe tani uji. Uju bë akoma dhe më i bukur, u shtuan njerëzit sigurisht, por është akoma shumë qetë. Gjetëm një shoqe nga Italia, nga Milano dhe afër nga aty ku kam jetuar unë, që po luaj me baton dhe me të dhe po ndërkon të kështjellën. E ndrova baton se u lag pak nga këmisha lino që i kisha veshur dhe i dhash ca rrush që blem dje. Blem 1 kile rrush ishte 7 euro, nuk e di. Ose na e futën neve sepse ishim turista dhe hekët am duke se e hëngra ata provarja. Pavarësisht se ishte shumë dhe nëse nuk është ndonjë problem, ja mora gjysmën i lava dhe ja bëra gati për snack për baton, kam marrë dhe një banane, kam marrë dhe na 2 gjëra të vogla të hipit gjithmonë, sepse është vështirë pak në pushime kur nuk je në vendin tënd ose nuk ke një apartament që ti rish me rregull ushqimit, me metodurin, po ja, po mundohemi. Tani kjo që është nga mbrapa meje, është Paradise Hotel dhe po thoni me hekrin që shive sa bukur që është dhe mos ishte ajo ndërtesa do ishte akoma dhe më bukur. Pra, gjithmonë dalim tek fakti që më bukur natyra. Po dua t'ju tregoj një produkt që jemi duke e provuar këtë ditë nga Australian Gold. Është ky spray, është dhe bronzer dhe SPF, është kundër ujit, nuk ngjit, hapet shumë lehtë dhe mund të them është viti i parë që përdor produktet e Australian Gold dhe po më pëlqejnë shumë, përveç se kanë aromë shumë të mirë, kokosi, të lehtë. Të gjitha produktet hapen shumë lehtë, nuk të lënë njolla, nuk lënë shenja, nuk ikin nga uji. Unë dje jam lar aq shumë dhe akoma e kisha madje edhe hekri po mi mburr te këto kremrat se po i përdorte edhe vetë dhe tha, "Ua, sa i mirë ky kremi, ua, sa i mirë ky spray." E kështu me radhë, kështu që do i tregoj ndërkohë gjatë ditëve dhe produkte të tjera dhe për mua ja vlen, realisht ja vlen. Nuk e prita që ishin kaq të mira, është bërë me rër dhe po shkundja pak. Kështu që provojni dhe do më kujtoni. Ku jemi sot mbas dite, kemi vendosur të kalojmë tek qyteti i heshtur që ka qenë dhe kryeqyteti i Maltës më përpara, tani është Valletta, nuk është më Medina. Besoj kuptuat, jemi në Medina që ka qenë dhe një nga zgjerimet ku janë bërë disa episode të Game of Thrones
dhe kisha shumë dëshirë që të vini. Mendoj që është një ndalesë must, është një qytet medieval, është ruajtur shumë mirë dhe le të shohim ta zbulojmë bashkë. Nga atraksionet që ka dhe gjëra me kal. Okej, by the way, shkoj që kapelet bukur dhe unë dhe hekrit. E kemi të dy nga All Seasons Hat by Esmeralda, se është emri pak i gjatë dhe më ngatrohet gjithmonë, por që shive se qyteti heshtru për shkak të rrugicave dhe ndjesive që krijohen kur jenë në qytet. Faktikisht ashtu është. Dhe nëse e ngrëm pak tonën e zërit fillon gjithandej. Qyteti është komplet i rrethuar me more mbrojtëse. Kjo sepse për të mbrojtur besoj edhe në kohët kur vinin anijet, pak si kështjellat tona. Dhe ashtu qyteti ka një si ngjyrë të artë, kjo për shkak se është ndërtuar me burin maltez. Edhe përgjithsisht gjithë Malta është si ngjyrë toke, bardhë, bezh. Më përpara këtu jetonin aristokratët më të mëdhenj të Maltës, prandaj ka si një ndjesinë e një, mua më jep ndjesinë e një baçeje të njerëzve të pasur, si mendon ti e Ka është shumë e pastër, shumë estetike, balkonet e bukura, pemët e bukura. Fiks ta jep atë ndjesinë. Gjithashtu janë korridore shumë të vogla, të ngushta, në mënyrë që të krijojnë hije në kohët e nxehta, përveç se krijohet dhe shumë qetësim mes rrugicave, sidomos mbas dite, sepse tani unë po shoh shumë makina, por kisha lexuar që këtu s'ka makina, por po shoh shumë makina, ja shikojeni. Medina që ka një location shumë i bukur për të bërë foto, për çfarë do lloj rasti, sidomos ju që do martoheni, sepse biletat kushtojnë, nëse vini për një fundjavë flas. Biletat mund të gjeni lirë paraprakisht, nuk bëni bagazh, vini shumë low cost, mund të flini edhe këtu një natë. Dhe Medina mund të jetë sa gjysmore nga aeroporti, ndoshta edhe më afër, dhe të bëni foto, shooting, pak më ndryshe. Drita tani është kudo e bukur. Dhe për shkak të këtyre mureve, dhe nuk e di ka një si reflektim dhe del çdo gjë shumë bukur. Thjesht një sugjerim, po të shkoni te Instagrami im, do shikoni disa foto të bukura këtu. Sot më kanë komentuar shumë kapelen dhe më ndaluan disa turiste tani për të komplimentuar. E gri më kthem kokën. Më thanë që duke shumë bukur, që je vesh shumë bukur. Ndërkohë sigurisht më kanë edhe ndoshta tallur ndonjë për kapelen. Po shumë mirë ka bërë. Shumë mirë ka bërë. Ma i bukur. Jo, më bukur është Batu, sorry. Ja, po ky më shumë ka marrë këtë kompliment. Po Batu këtë pushim, se tash të fundjavë, gjithë njerëzit mas Batos, domethënë. Ne sigurisht kam bërë qefi. Ja edhe një kal tjetër dhe me karrocë dhe Batu marroi. E kësa hiku koka. Tani ngjitur me Medinën është Rabat, që është një qytet tjetër që do vizitojmë tani. Më duket se sapo dolëm në një shfaqje medievale dhe dukeshin shumë cute këto zotrinj të veshur me kostumet
e njëherë një kohë më kujtuan pak ato veshjet e rojet e Vatikanit, veshjet e tyre. Nuk e di nëse keni qenë brenda Vatikanit në Rom. Okej, ne erdhëm në shtëpi dhe ju tregoj disa tipsa për Boltin, për sa i përket të shkojë dhe me Dina. Neve sot pasi mbaruam punë tek plazhi, nuk e di ajo u tregova, po shazona tek plazhi që ishim sot ishin pak të kushtueshme, ishin 30 euro dhe nuk t'jepnin ujë. Nuk e di, ndoshta u kam thënë, po s'mbaj mend më çfarë ju tregoj dhe çfarë nuk ju kam treguar akoma. U kthyem dhe vendosëm të merrnim take away nga bari poshtë. Mund të them që ky hotel ka qenë realisht një zbulim, sepse përveç se fakti që mund të merrni half board, breakfast e kështu me radhë, po ne nuk donim half board, ka një ushqim të interesant për të gjitha shijet. Pra ka një menu të vogël, por nga ana tjetër secili mund të gjejë diçka për të ngrënë, sepse neve një gjë që na ka zgënjur deri tani Malta është ushqimi, madje po flisa edhe me një nga gocat që më ndjek në Instagram dhe jeton të këtu dhe i thash, ore, po më duket ushqimi skandaloz. Po, tha të konfirmoj që nuk është i mirë dhe hekri thot Çati. Çati tha që ka edhe restorante me Michelin star, po Nuk e di, neve janë gjitha gjëra për turista. Po pra, shumë skandal dhe nga ana tjetër ne nuk është se mund të ulemi në vende për Michelin star me baton, kështu që shumë keq, por hoteli ynë, çuditërisht dhe fatmirësisht, ka disa gjëra të mira dhe kemi porositur për drek, një pizza margherita, disa spring rolls dhe disa bolognese, kam vënë dhe mashën në televizor, Batos në po e zëgjumi, disa bolognese që Bato i hënget dhe për dark, se kishin ngelur, ishte një porcion për fëmijë, por realisht ishte too much, edhe hekri u surprizua. Dhe kemi shpëtuar me këtë mënyrë, sepse çfarë na rrethon këtu rreth e qark nuk na pëlqen asgjë, duken ushqime për anglez, ushqime për turista. Përveç se mund të kenë çmime të kushtueshme, po s'kan shije, nuk na pëlqejnë fare, edhe di aty ku ulëm, okay, fine, po nuk është ndonjë ushqim që ti thua, wow, lash mend të kres. Tani, bëni kujdes gjithmonë me orarin e Boltit kur shkoni për Medina, sepse nëse shkoni në orarin 5-6, dini që dyfishohet çmimi. Ne paguam shumë shtrenjtë për të shkuar, paguam diku tek 35 euro taksi, kur realisht mjafton dhe me 15 euro mund të shkoni. Fati jon ishte që neve po kërkonim autobusin, sepse autobusi i aeroportit kalon në Rabat, që është qytetin gjithë që është aty, pra është hyrja e Medinës dhe neve fatkeqësisht nuk arritëm do ta kapnim këtu dhe detyruam morëm Bolt dhe nga ana tjetër dhe në kthim ne po prisnim, por kishte ndodhur në devijim të rrugëve të stacionit dhe ishte bërë një stacion tjetër aty ku kalonte ky autobusi dhe aty ne e humbëm. Megjithatë, autobusi i aeroportit ju çon kudo, të paktën nëse vini këtu në lokalitetin që jemi ne, kalon edhe nga Medina, kështu që është perfekte. Medina ja vlen të shumë, na pëlqeu shumë, ju tregova, por që duhet bëni gjithmonë kujdes për disa gjëra, sepse sigurisht bëhen dhe pak scammers për shkak të turistëve për të marrë sa më shumë lek. Linjat e autobusit janë shumë frekuente, por me sa shoh ka shumë vonesa ose ka ndryshime të tilla siç ju tregova. Edhe pse Malta realisht është shumë e organizuar për turizmin. E thënë kjo, këto tips and tricks, Bato u kënaq shumë sot, ka filluar të pëlqej shumë ujë. Deri tani, mes 2 plazheve që kemi parë, 3 plazheve, sepse kemi parë dhe këtë të Melias, për mua i preferuari ishte i djeshmi, jo se ky nuk ishte i bukur dhe thot se edhe ky ishte shumë i bukur, ujë blu dhe çdo gjë, por mendoj që shezont ishin pak të kushtueshëm dhe mendoj që plazhi i djeshëm ishte akoma më suggestiv, jepte atë pamjen e natyrës shumë bukur. Domethënë më pëlqeu shumë dhe më pëlqeu gjithashtu sepse mund të ecje me metra dhe uji ishte shumë i cekët dhe kjo është gjë perfekte për Baton. Por kështu është dhe këtu në Melia.
është realisht shumë i cekët dhe mund të esi me kilometra dhe nuk ka asnjë problem për fëmijët. Në nesër do nisemi për në Gozo, do ndrojmë ishull dhe sigurisht do t'i marrem me vete. Unë do ta mbyll për sot, shpresoj t'ju kem thënë çdo gjë që kisha në mendje, por nëse s'ja u kam thënë, do t'ja u them nesër. By the way, jam duke përdor këtë kremin me urea plus qika dhe është shumë i mirë. Domethënë, është hidratues për lëkurë të thatë. Unë kam filluar ta përdor. Ka krem pak si kremi Niveas, por që ja vlen, është i mirë. Kështu që për ne që vuajmë nga lëkura e thatë, është shumë i mirë. Unë do iki dhe ne do shihemi nesër. Mos harroni të bëni subscribe dhe të më vazhdoni të më ndiqni në këtë seri dhe të komentoni.